Nga do që të shkoj, te ci ditë natë, pysin zash të malit, nuk me lën rehat. Cili është një artist që ka nisë karrierës ti muzikore? Prindrit ma kanë zbulu mu talentin, mosh në 7 vjeçare. Cili është artisti ju ti preferum dërit? Necmia Pagarusha. Kisha pas dëshirë me marrë mbështetje nga këngëtarët e mi të preferum, për shembull Ilir Shaqiri. Kam rrit shtatin, dër këto male, bashkë me qingja e me dele dhe bylbylat ndër zabele. Përshëndetje miqtë e mi dashur, sot kemi ardhur në qytetin e Klinës me taku Lorek Gjokaj, i cili është një artist që ka nisë karrierës ti muzikore, edhe i pëlqen shumë e kënu, është shumë i talentuar edhe kena me fol pak më shumë me to për planet e së ardhmes edhe çu ka nisë pasioni i tij për muzikën. Lorek, përshëndetje bukurosh. Përshëndetje. Si të kam, a je mirë? Mirë. Çush po kalon? Mirë. Apo na tregon cilën klasë je? 4, jam klasën e 4. Në klasën e 4. Çush po të ecin mësimet? Mirë shumë. Apo mëson me çush i ki notat? Notat janë shumë të mira, i kam të gjitha 5. Të gjitha 5, bravo. Cila është lënda jote e preferuar? Muzika dhe matematika. Për muzikë pe di pse të pëlqen, po matematika, ç'a të pëlqen më shumë ti në lëndën e matematikës? Se është një lëndë që nuk bën me harru kurrë, edhe mu më interesona shumë për lëndën e matematikës, sepse janë të mësimet që unë i preferoj. Preferojnë edhe ki qef nështë me numra me kështu edhe për më bën përshtypje se zakonisht njerëz të moshës tonë nuk është që e dojnë fort matematiken. Ty çfarë ka bë me dosht këtë lëndë? Klasën e parë... Çfarë ka fillu dëshira jote? Klasë parë kur jam kanë edhe ja ka fillu me pëlqy matematika, edhe atëherë ja kam fillu që të mësu gjana të reja dhe tash më pëlqen shumë. Unë e di që ti je shumë i talentuar, të kena po në rrjetet sociale, të kena po që këndon, por kur ja ka nis dëshira jote, edhe kur ja ke nis ti më mirë me muzikë? Prindrit ma kanë zbulu mu talentin, mosh në 7 vjeçare. Që atëherë ja kam fillu edhe me këndu. E amon men, ditën kur të kanë thonë familja, ti e lindë për këtë punë. Jo, nuk më Se këtohet. mon men, a? Ja. Po do me thonë moshën 7 vjeçare, para 2 viteve të kam po që ki prirje për muzikë, edhe kanë vendosur do me thonë me të orientu ka kjo pjesë. Cili është artisti ju ti preferum dërit? Necmia Pagarusha. Necmia Pagarusha. Pse Necmia? E ka këngët që unë mëj me këndu pa problem. Do me thonë mund është mi këndu edhe këngën e famshme të Necmijes Bareshën? Po. Okej, tash edhe kena me provu, hajde lëvizim pak. Edhe të regona qysh po t'ecin mësimet, shkolla, qysh i ki raportet me shoqni. A kina i shok të ngusht? Po. I kam 3 djemë, i 4 të jam unë, 4 djemë jena në klasë. A ullemi pak tu? 4 djemë në klasë? Po, edhe të gjithë i kam të barabartë. Nuk më Krejt nda. i donë, do me thonë njejtë. Po familja atë kanë mbështet shumë në rrugën tonë dhe drejt muzikës? Mas shumë të prindërit kanë mbështet. Edhe të kanë jo për krojen është ta. Po. Po ti, a kinaj artist në familjen tonë dhe? Është agja jem. Po? Ai nuk ka shkollë muzikës, po merret me harmonik edhe këndon. Edhe nështë ta ti e pas keni një lloj prirje nështë ta dhe prej familjes? Po. Edhe qa të pëlqen mas shumë ti të muzika? Kur këndon ti qysh njesh? Unë dina shumë krenar, se qysh këndoj unë. Kur i këndoj vendit tim, për shembull, unë dijem krenar se është vendi ku unë kam lindë. Unë e di që edhe je shumë patriot edhe te ki edhe një këngë që e ke publiku me rastin e
pavarësisë të Kosovës, domethënë. Po çfarë ka bë ty me qenë kaq patriot? Ndoshta familja? Me vetë. Veta, e dën shumë Kosovën. Po, është vendi ku kam lindë. Cila pjesë e muzikës ose cila është konga jote e preferume që ti nashta e këndon edhe dëgjon me mas shumë të qef? Është Baresha, Ide Horian, of më i bukurosh e kam tjera. Për shembull edhe Valsi i Doktorisë, rrjedh në këngë e ligjerime e tjerë. Do me thonë, ti më tregove që edhe të pëlqen përveç në Xhmije Pagarushës, pëlqen edhe Voçe Zela. Po. Apo na këndon, cilën kish ti dëshirë, cilën këngë të kish ti dëshirë me na këndu? Bareshën ose ndoshta Valsin e Lumturisë. Valsin e Lumturisë, më jam këndu. La 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 Saknaci unë dëgjoj valsin tot në këtë pranveraj pësëri po nafton të vallëzoj si atëherë bashkë me pranverën dhe ti lullëzoj lule plot erë që në shpirt me gjallëron vals t'ja bitë bukrin atë pusha tona I përshkron kush përthen jetë e re la 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 la. Bravo! Një super talent, do me thonë, edhe të e morë parasysh pa asnjë instrument, krejt akustik, bravo të qoftë. Apo na këndon edhe Bareshën, tregove që në Xhmije Pagarushta është artistja jote e preferume. A ki mundësi me na këndu edhe Bareshën? Po. Ho, 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 kam rrit shtatin dër këto male bashkë me qingja me dele dhe bylbylat ndër zabele bas ku mbonës loj e gzime si Shqiponja ime. O era lume bari no nani nanjo, e një shoqet lozi mo nani nanjo, shagas po veshet o nani nanjo, dule bar po qeshet o nani nanjo, dridh mali qka u ba, o një baresh për në shunda, o dridh mali qka u ba, o një baresh për në shunda, nani 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 nani. Bravo, Lorek, bravo të qoftë. Po a ke mendu në herë nështë me marrë pjesë me nëjë festival të këngës, ose a ke apliku? Deri tash kam shku 2 festivale. Jam ka në Macedoni, Komanov, edhe në Ferizaj, Kosovë. Edhe më duke që ke fitu edhe një çmim, apo? Po. Edhe bravo, po që është bënë më një nashta kur ke këndu në festival, çka ndjeshe ti në ato momente, kur e shishe publikun para syve tu? Unë
jam friksu, jam emocionu se o kanë hera parë në Macedoni, ku ka marrë pjesë në festival, edhe jam kanë shumë emocionu. A të dredhshin durta ju, se shumë i fort po dukesh? Më dredhshin ka pak, po jo, më pak kështu se jam të më dridhë ju. Po qysh është e mundur që ti kaq i vogël, din mi kontrollu kaq mirë emocionet. Ti e vesh një 9 vjeçare dhe ke këndu do me thonë para shumë njerëzve, qysh i kontrollon ti emocionet? Qa bën ato momente, kur e shen është një publik ton që pret me dëgju ty? Ku e merr forcën? Mundona me tërhiq emocionet, se adin në ka se jam të këndu live, edhe mundona sa ma shumë me hek të mendjes. A e këshu nështë familje nëse di kënd aty? Jo, se po muj më habit njëherë edhe adin shkan kaq. Po, edhe do me thonë, mu po më pëlqen se kaq i vogël, kaq shumë orator, kaq talent, edhe po cila është ëndra jote ma e madhe, Lorek? Ku e sheti vetën nesër pas nesër? Rangun e cilit artist kishe pos qef me qenë nesër mas nesër? Kam dëshirë që më basi në Xhmije Pagarusha, me këndu këngë sikur ajo që i ka këndu. Do me thonë ki dëshirë sikur në Xhmije Pagarusha, edhe unë s'kom dyshim që se ti a ke njësë me një moshë shumë të vogël, edhe ki me punu hala ma shumë, ki mu perfekcionu edhe po besoj që nesër pas nesër kina me të po në moja të sukseseve. Po a ki me në harru neve? Jo. Jo. Edhe unë të kom po edhe në rrjetet sociale që je edhe shumë viral, të thonë kështu, edhe njerëzit po të dojnë, po të japin shumë mbështetje. Atë ka tregu Bobi për komentet e mira që i merr në rrjetet sociale? Zakonisht tregon Bobi për komentet që i marr. Ndonjëherë hi edhe vet edhe i shikoj komentet. A ke lexuar ndonjë koment që të ka pëlqyer ndoshta më shumë ti që të ka bërë përshtypje? Po, nuk u kujtohet se çfarë komente u kanë, vetëm o kanë koment shumë i mirë që unë shumë jam gëzu. Po besoj që të kanë thonë lumë familja që të ka, e kështu fjallë edhe shumë i talentume dhe të kanë bo mundi mirë. Po që Albina Kelmendin që atë kanë gëndulje, ka komentu. Hajde lëvizim pak. Edhe... Po, qatë ka komentu Albina Kelmendin? Kam doft shpirti diçka që shtë zemra vogël. Pra audiencën që nuk e din, do me thonë, ti e ke bo një cover këngës Duje të Albina Kelmendit, që na ka përfaqësu me tonë Eurovision. Edhe ajo këngë është bo shumë virale në rrjetet sociale, po më ne ai cover i yti edhe e ke marrë mbështetjen edhe Albina Kelmendit edhe apo na këndon këngën që e ke postu edhe në rrjetet sociale. Duje, si dikur ti duje, ha dashni ti ruje, si jetën ti duje, mos e gjull me gure, si dikur ti duje, ha dashni ti ruje, si jetën ti duje, janë të ndalë, veç për një fjallë janë të ndalë, dashni kanë vra janë të ndalë, e kanë haru se kanë një shpi sofer me fmi. Bravo të qoftë Lorek, mu po më pëlqen shumë edhe mënyra që po i kontrollon është edhe ato emocionet. Nuk është i raport që ti të dojnë media, po prap janë ato emocionet në shtatë njëjta për shkak se ti je shumë i vogël, edhe prap këndimin po e bën ç'është duhet. Lorek, unë e di që edhe ti edhe shumë patriot. Edhe që shumë të edhe ma heret, e don edhe shumë patjetër që e don edhe shumë edhe vendin tënd. Është një këngë që nështë atë pëlqen ty mas shumë ti patriotike. Nështë a Ilir Shaqirit, ma përmendë që Ilir Shaqirit pëlqen shumë. A e ki një këngë preferume që kishe mujtë me na këndu sot? Po, është Sërish vjen Marsi. Sërish vjen Marsi. Jep.
Sërish vjen Marsi, sërish vjen Stina, trënë dhe gjallët bën tokë. Vesë ashi, zuron lëndina, burëria jo nuk duron lok. Midis kujtimesh, e midis këngësh, faqet kryetrimi fjallë pak. Dërkëmba degësh, në sy tha pëmësh, mërzi, soni vë ka pa. Sërish vjen Stina, e ndroj mat, por vetëm as plakët kur. Uji bjeshve, i rjedh për bosht, aj latësohet si flamur, o si flamur. Dhe njerëzia vin për kulën varnin të ndërim, një pjemesa me ruratë nisën fluturim, zemra merr guxim, plisi bashkëlqim, hej, hej, hej. Me ty gjithmonë bak, me ty o legjendar, me ty gjithmonë bak, me ty o legjendar. Bravo, jashtëzakonshëm do më thonë, edhe përkundër moshës, përkundër krejtëve, unë e di që ti një ditë kemi mri krejt majat e sukseseve. Lorek, apo më tregon përveç Albinës, a të kam mbështet në shta dikush tjetër prej artistave, ose a kishe dosht ti me marrë mbështetin e ndonjënit prej artistave? Kisha pas dëshirë me marrë mbështetje nga këngëtarët e mi të preferuar, për shembull Ilir Shaqiri, e tjerë. Ilir Shaqiri, do më thonë edhe Ilirit pëlqen shumë, edhe ti ki shumë ondra, shumë plane, po edhe përkundër që je një artist, thëmë kështu, me plot gojë, shumë i talentum këndim, ti je i mirë edhe në mësime edhe krejt, edhe nuk do me la as shkollën pas dore edhe kështu mirë bën. Do më thosë bën me la as shkollën, po me kombinu edhe këndimin edhe shkollën bashkë edhe me ecë përpara. Po nështë cila është ondra jute ma e madhe që e kiti? Mu ba këngëtar edhe inxhinier i avionave. Inxhinier i avionave? Ka kjo dëshirë, Lorek? Mu, kur kam hyp për herë parë në avion, më pat pëlqy mënyra se si ngritet, se si punohet e tjerë, edhe jam interesu shumë. Kam këqyr dhe komentar edhe qysh krijohen ato edhe di pak për to qysh. Edhe kështu do më thot ka fillu edhe dëshira për avionat edhe mu bëj inxhinieri avionave. Edhe unë s'kom dyshim që ti kime realizu gjithë shka që do një zemra jote. Për fund, a ki me thonë diçka tjetër nështa? Për njerëzit që atë kanë shku komente pozitive dhe të kanë përkro, edhe po besoj pas kësoj interviste kanë me të përkro dhe kanë me dosht hala ma shumë. Qa i kështë thonë njerëzve që e dojnë Loritin? Ata që kanë ëndra tyre, shpresoj që mi mbrit të gjitha. O sa i mirë, bravo, edhe më pëlqej shumë edhe mesazhi. Edhe a mundësh me na këndu edhe një këngë, cilën të kishti dëshirë për fund? Po, Ilir Shaqirit është në udhët e mia. Nga do që të shkoj, te ci ditë natë, pysin zashtë të malit, nuk me lën rehat, pysin ato pyesin, si kur nuk e din, ku shkojnë Kosovarët, pse në Kosovë nuk rinë, pysin ato pyesin, si kur nuk e din, ku shkojnë Kosovarët, pse në Kosovë nuk rinë. Nga do që të shkoj njeri pa fat, hëndrat për atë nuk më lën rehat, mëzojnë ato mëzojnë dhe si kur e din, zemra ime më thot, do kthehem në Prishtinë, do kthehem në Prishtinë, do kthehem në Prishtinë. Nga do që të shkoj njeri pa fat, hëndrat për atë nuk më lën rehat, mëzojnë ato mëzojnë dhe si kur e din, zemra ime më thot, do kthehem në Prishtinë, do kthehem në Prishtinë, do kthehem në Prishtinë. Bravo Lorek, edhe seriozisht më ke emocionu shumë edhe me këndimin tënd edhe qysh po jep nështë shpirt hala ma shumë
këtyre këngëve që janë shumë domethënëse edhe shumë me vlerë për vendin tonë, edhe du me t'i uru krejt sukseset edhe mos u dorëzo kur në këtë rrugë, edhe për mo shumë dera dhe knaci me bo një intervistë dhe një kujtim të bukur me një djalë shumë të vogël që sot është, por që nështë pas disa viteve ka me kanë një prej emrave ma të mëdha në fushën e muzikës, nuk kam asnjë pikë dyshimi. T'jurej këtë sukseset edhe faleminderit shumë, edhe vazhdo mëso, ngoje familjen edhe ndjeki krejt ëndrat e tua. Faleminderit shumë. Atë për qafi?